Shëndetësia në Shqipëri është ndërruar në viktim të propagandës dhe abuzimit qeveritar, duke rrezikuar drejt për drejt jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Sot sistemi shëndetësor përballet me mungesa të rënda shërbimesh, me probleme funksionimi dhe me një nënfinancim kronik që po e çon atë drejt kolapsit. Shifrat e fundit mbi shpenzimet shëndetësore në Shqipëri janë një alarm kombëtar dhe një dëshmi e qartë e dështimit të modelit aktual të shëndetësisë publike. Sipas anketës Securimetri 2025 të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Shqipëria renditet ndër vendet me barrën më të lartë të shpenzimeve direkte për shëndetin. Kjo do të thotë se qytetarët shqiptar, ndonë se paguajnë taksa dhe sigurime shëndetësore, detyrohen të fusin dorën në xhep për të marrë shërbime që në çdo vend normal konsiderohen detyrim i shtetit. Në kushtet kur pagat mbeten ndër më të ultat në Europë dhe inflacioni ka goditur fort buxhetet familjare, fakti që mbi 84% e shqiptarëve paguajnë shuma të ndjeshme nga xhepi për shëndetin është një kërcënim serioz për sigurinë sociale dhe ekonomike të vendit. Rreth 57% e familjeve shqiptare deklarojnë se shpenzojnë nga 1 deri në 10% të ardhurave të tyre për vizita mjekësore dhe barna. Kjo është përqindja më e lartë në gjithë Ballkanin perëndimor. Pra, shumica dërmuese e shqiptarëve përballen me një faturë shëndetësore të përhershme, sa herë që prekin derën e një spitali apo qendre shëndetësore. Ndërkohë, në vende si Bosnia apo Serbia, një pjesë e madhe e qytetarëve mbulohen nga skemat publike me kosto minimale. Në Shqipëri, sistemi është ndërruar në një mekanizëm që transferon barrën financiare nga shteti te qytetari, duke kthyer sëmundjen në një krizë ekonomike për familjet shqiptare. Edhe më alarmant është fakti se 27% e familjeve shqiptare detyrohen të shpenzojnë mbi 10% të ardhurave për shëndetin. Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideron këtë prag si nivel varfërimi. Kjo do të thotë se në Shqipëri të smuresh nuk është vetëm fatkeqësi shëndetësore, por edhe rrezik real për të rënë në varfëri. Treguesi më domethënës i dështimit të propagandës qeveritare është fakti se vetëm 9% e familjeve shqiptare arrin të mbajnë shpenzimet shëndetësore në 1% të ardhurave. Ky është niveli më i ulët në të gjithë rajonin. Kjo do të thotë se shëndetësia falas ekziston vetëm në sloganet politike, jo në jetën reale të qytetarëve. Lista e barnave të rimbursueshme mbetet e kufizuar. Sistemi parësor është i dobët dhe shpesh herë i paaft për të garantuar shërbim cilësor. Investimet publike nuk reflektojnë nevojat reale të qytetarëve. Ndërkohë, fondet publike shpesh janë kanalizuar drejt kontratave dhe skemave që nuk kanë përmirësuar jetën e pacientëve. Shëndetësia nuk mund të trajtohet si luks dhe as si privilegj për ata që kanë mundësi financiare. Ajo është një drejtë themelore që shteti ka detyrimin ta garantojë. Sot Shqipëria ndodhet përballë një zgjedhjeje të madhe. Ose të vazhdoj me një model që e varfëron qytetarin dhe e dobëson shoqërinë, ose të ndërmarrë reforma të thella që vendosin shëndetin publik në qendër të politikave shtetërore. Qytetarët shqiptar meritojnë një sistem shëndetësor që i mbron, jo një sistem që i detyrojnë të paguajnë për të mbijetuar. Faleminderit.